Përshëndetje dashur miq, uroj që të gjithë jeni mirë edhe bekimi i Zotit mbi ju. Jemi në javën e Pashkës, e sot do të vijojmë me stacionin e tretë të kryqit. Jezusi bie për herë të parë. Ka diçka shumë prekse në faktin që tradita e kishës e ruan kujtimin e rrëzimit të Jezusit. Në fakt, është më shumë se sa një, janë disa rrëzime. Ndërsa i mban mbi trupin e tij në shpinë peshën e stërmadhe të kryqit. Ne do të prisim ndoshta një ecje triumfale të Krishtit, një figurë pa lëkundur, një heroj pa arritshëm. Por në rrugën e kryqit na paraqitet një shpëtimtar që bie nën peshën e kryqit. Ai nuk bie për shkak të mëkatit të vet, por nën peshën e mëkatit ton, nën peshën e botës. Ai që është i pa mëkat, merr peshën e mëkateve tona me trupin e tij. Dhe kjo bën Krishtin afër nesh në një mënyrë jashtëzakonisht të thellë. Ai nuk e njeh dobësinë nga teoria, ai hyn në të. Stacioni i tretë i flet njeriu i cili është i rrëzuar, njeriu që e ka humbur ritmin e jetës, njeriu që ndjen turpin e dobësisë së vet. Isaia 53:4, 700 vjet përpara se Krishti të vijë në botën e njerëzve dhe të marrë kryqin për ta, për ne. Profeti Isaia thot: ai mbajti sëmundjet tona dhe mori mbi vete dhimbjet tona. Mund kujtojmë këtu figurën e John Newtonit, njeriu që shkroi himnin e famshëm Amazing Grace, çir madhështor. Para kthimit të tij në besim, ky njeri ishte tregtar sklevrish. Jeta e tij ishte e mbushur me errësirë, degradim dhe largim nga Zoti. Ai ishte rrëzuar moralisht shumë thellë. Por një ditë, një stuhi në det u bë fillimi i kthimit të tij në besim. Më pas, me kalimin e viteve, Newtoni u bë shërbëtor i Ungjillit dhe dëshmitar i Ungjillit. Në pleqëri ai tha: kujtesa ime është pothuajse shuar, por dy gjëra i mbaj mend qartë: se unë jam një mëkatar i madh dhe se Krishti është një shpëtimtar më i madh. Ai njeri që kishte rënë aq poshtë, u ngrit nga hiri dhe ky është një kuptim vërtet i fortë i asaj që po themi sot. Rënja e parë e Krishtit nuk na zbulon dobësinë morale të Krishtit, sepse ai nuk është i dobët moralisht, por thellësinë e mishërimit të tij. Perëndia ka hyrë aq seriozisht në historinë tonë, miq, sa nuk refuzon as pluhurin, as lodhjen, as rrëzimin fizik. Ai që mban universin me fjalën e fuqisë së tij, rrëzohet në rrugën e Golgotës nën peshën e kryqit. Ky është një nga paradokset më të mëdha të krishterimit. Fuqia e Zotit zbulohet në përulësinë e tij. Rrëzimi i Jezusit është gjithashtu pasqyrë e rënjeve tona. Ne bijem në tundim. Bijem kur na lodh beteja. Bijem kur zhgënjehemi. Bijem kur mëkati i vjetër na merr sërish mbrapsht. Bijem kur krenaria jon thyet. Bijem kur barra bëhet më e rëndë se sa ne kishim imagjinuar ndonjëherë. Por ndryshimi është ky. Ne shpesh bijem sepse jemi të dobët. Jezusi bie jo sepse është i dobët, por sepse ka zgjedhur të mbajë dobësitë tona. Sa herë besimtarët mendojnë: Zoti nuk mund ta kuptoj këtë lodhje, këtë peshë, këtë barr, këtë dështim, këtë trishtim timin. Mirë, po rruga e kryqit, ky stacion, na përgjigjet me fjalët: po, ai e kupton. Jo si vëzhgues i ftohtë, por si ai që është shtrirë në të njëjtën peshë. Ka dhe një dimension tjetër, miq. Rënja e parë nuk është fundi i udhëtimit, Krishti ngrihet. Kjo është themelore, sepse krishterimi nuk e idealizon dobësinë për vetveten, ai nuk e adhuron plagën. Hiri nuk na fton të qëndrojmë në pluhur, por të ngrihemi prej tij. Nëse jemi rrëzuar, Zoti na fton të ngrihemi. Krishti bie, por nuk mbetet atje. Kjo është shenja e shpresës për çdo shpirt të rrëzuar. Ky stacioni i tretë i kryqit, i flet veçanërisht atyre që janë lodhur nga vetja. Ka njerëz që nuk janë rebel kundër Zotit, por janë thjesht të lodhur nga një mëkat që kthehet në jetën e tyre, të lodhur nga rënjet e njëjta, të lodhur nga ndjenja se nuk po përparojmë, nuk po bëjmë progres, të lodhur nga barra mendore, familjare, ekonomike, shpirtërore. Jezusi që bie në peshën e kryqit të botës u thot: mos ngatërro rrëzimin me braktisjen. Ti mund t'jesh i shtrirë për dhe, por jo jashtë dashurisë sime. Duhet të mësojmë, miq, të mos bëhemi arrogant kur jemi në këmbë dhe të mos dëshpërohemi në mënyrë fatale kur jemi të rrëzuar. Shumë njerëz kanë dy tundime: ose krenohen kur ndjehen të fortë, ose humbasin çdo shpresë kur rrëzohen. Tani këtu Krishti na mëson një rrugë tjetër, për uljen në forcë dhe besimin
Në dobësi, kur rrëzohesh, mos qëndro duke soditur turpin tënd. Shiko Krishtin, shiko tek rrëfimi, eja tek ai. Ktheu në lutje, kërko ndihmë, ngriu sërish. Shenjtëria nuk është të mos biesh kurrë, është të mos pranosh të jetosh larg hirit. Ndaj me këto të vërteta miq në zemër, le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti dashur, ti që u rrëzove nën peshën e kryqit tim, turpit dhe mkatit tim, më jep ngushtrim kur unë rrëzohem dhe për ulje kur jam i dobët. Mos lejoj që turpi i rrëzimeve të mia të më largojë nga ty. Më mëso të vi tek ti ashtu siç jam, me plur, me lodhje, me plag, dhe prej dorës tënde mu ndihmo të ngrihem. Zot bekoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur sot dhe lutem që të jetë ngushtrim dhe forcë, inkurajim dhe nxitje ky stacioni i tretë i kryqit. Të falenderojmë që ti na do dhe kujdesesh. Në emrin tonë unë lutem. Amen. Miq të dashur, shpresoj që të ketë qenë bekim ky meditim i kësaj dite për ju. Nëse po, ndajeni me miqtë tuaj dhe i thoni atyre që Zoti ju do. Ai kujdeset. Ai është i mirë. Ju kujtoj që këtë të diel në kishën tonë ka 2 shërbesa krejt veçanta, shërbesa orës 9 dhe shërbesa orës 11, ku ne festojmë ringjalljen e Krishtit. Dëshiroj të të ftoj që të bashkohesh me ne në festimet e Pashkës për vitin 2026. Jam i bindur që Zoti do të flasë dhe ai do të prek në një mënyrë krejt të veçantë. Zoti me ty miku im, shihemi sërish nesër me zi pres që të ndaj për ju meditimin mbi stacionin e 4 të kryqit.